Mendoni ju se presidenti amerikan do bashkëpunoj me një idiot që tha është një budall, si tha, është një idiot, tha, në Amerikë, tha. Fyri presidentin Amerikës, ka Pa ata u sheshuan avokat, ishte në mandatin e parë, se u takuan më pas. Po kjo tha dhe tani? Tani ishte një shaka që u keq interpretua, tha kryeministrit, e nxorën jashtë kontekstit. Kryeministri dje u takua pardje me dhëndrin e Trumpit në Francë, pra Sazani është aty. Qa the? U takua me dhëndrin e Trumpit. Edhe? Avokat, ne kemi diskutuar që dhëndri është pjesë e shtëpisë tani, keq mirë do diskutojmë. Po, është pjesë e shtëpisë Donald Trumpi, po nuk është pjesë e politikës të Trumpit, zotëri. Po, dhëndri është futur në politikë, në marrëveshje, në negociata. Në marrëveshje. Atëre po, një njoftimin e fundit që presidenti amerikan ka anulluar ato marrëveshje që ka bërë ky tratari ynë me dhëndërin e Trumpit dhe i ka shumëzuar me 0. Atëre pëse në duhet? Ai sa që pa fytyrë se e di ai që shqiptarët gënjen me një fotografi, se kjo është fatkeqësia jonë. Ne na gënjen me një karamele. Këto e kanë bërë gjithë me një fotografi, kush nuk ka dashur të bëjë foto me presidentin e SBA-s kur ka qenë pushtet, vini në shisni për fushat këtu. Po, se i tillë popull jemi, kaq kërkesa kemi, kaq logjik, kaq horizont kemi. Me që dullin fotografi me atë, ai edhe vajtën i bën, kur ishte ai masoni tjetër, ai Obama, vajtë, ai ishte ku ishte në tualet, ku ishte këta vajtën i bën fotografia po Trumpit, me kë bën fotografi. Pëse na bën fotografit, më zotëri? More që bëni kështu. Po që vlerë ka një fotografi që bënaj me kujdo qefi atia? Çfarë ka në marrëdhënie diplomatike me disë dy vendeve? Marrëdhënie diplomatike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ngrirë, kanë përfunduar, pa ikur ky. Do qërohet ky se ky ka vjedhur sa s'ka ku të shkojë më dhe është bërë rrezik për sigurinë amerikane ky me tregtin e jashtëzakonshme të kokainës në Evropë. Se këta e komandojnë, ky e komandon tregun e kokainës në Evropë. Por të Durrësit. Po nëse shkon atje për vizitë, edhe çdo gjë shkon rregull, takime, e më the thash, e marrëveshje, i bie që bien gjitha ato që po thoni. Edhe ato që dëshiron opozita. PD, jam faqe. Jo, nuk do bie, tani folem e korrigjove. Jo vetëm që nuk do bien këto, po ai do vej atje dhe nuk do vi më. Ai ka mbi kurris akuzën dhe gjyqin e McGonigalit. Që është ajo maja icebergut që duket që e shohim neve, se akuzat për të janë pa fund. Dhe ai do përfundoj bashkë me mikun e tij venezuelian, komunistin Maduro, do përfundojnë atje ku përfundohet. Akuzën e ka gati ai. Nuk do vi nga Amerika. Po ja u them unë. Po amerikanët kanë menduar me sa shoh unë dhe kështu është, nëse ishte vërtet kjo që thot zonja Labani, amerikanët kanë menduar që ta bëjnë pa zhurmë pa bujë. E thërësin atje, i shpallin akuzën, për bukuritë Zotit, ke bërë këto zotëri, dil përgjigju këtyre, në fund fare gjykata del me vendim, sot duhet burgoset dhe hajtë mirupafshim. Ka që thjesht është. Po, edhe amerikanët janë pragmatistë, avokat, shikojnë stabilitetin, interesat në Ballkan. Këtu 1,5 milion kemi mbetur tani. Po kush do ta prishin stabilitetin në Shqipëri? Pa më thoj kush do ta prishin Berisha me ata rrugëse që ka rreth rrotulltia, ora këta ka krijuar klika që të dymëre. Këta në bërë të dy nga një në verë se i cili. Kështu që Amerika këtë gjë di dhe këtë do shkatërrojë Amerika, sipas mendimit tim dhe sipas logjikës së ngjarjeve dhe zhvillimeve politike të kohëve të fundit. Gjithçka mund të ndodhë, edhe mund mos jetë kështu, po unë kam 99% besim që ky po vajti në Amerikë në datën 20, siç është thënë, ky nuk do kthehet më.
Dhe jo rastësisht amerikanët mund ta kenë kërkuar në datën 20, sepse në datën 22 do shprehet gjykata kushtetuese, ajo që ka bërë shtetin në Shqipëri. Me qenë fjala, ç'po bëhet me Ballukun avokat? U harua ajo çështje. Aq e pati. 3 ditë. Se ka harruar njëri? Kush ta që është harruar? Po ja dolën këto ngjarje në Venezuelë, përmbytjet këtu. Përmbytjet këtu janë vepre partisë punës Shqipërisë, vepre tyre, vepre jo asaj partie atëre që kanë pushtet, e kësaj partie që është sot me format tjera, e këtyre renegatëve, këtyre bastardëve që qeverisin sot Shqipërinë, sepse nuk ka asnjë arsye që të ketë përmbytje. Ndërsa Venezuela, se që thamë, çoi gurin në vend të tija. Vate çdo gjë në vend. Për 26 sekonda. 26 sekonda e morën nga krevati, mos i legen krap, ai që mburr edhe ide si qenë një zinxhir në media. Hajde këtu, i thoshe ati president amerikan. Hajde po ta mbajti, i thosh. Ama e çuditshme avokat, në kohën e Hoxhës, këtu CIA dështoi për ta rrëzuar, kurse atje s'është e vërtet, s'ka dështuar CIA për ta rrëzuar. E ka mbështetur CIA Enver Hoxha. I ka interesuar Enver Hoxha CIA-s. Pra, ka pasur një si puna e Kubës, siç po e le Kubën atje. E përdori Enver Hoxhën për të shkatëruar bllokun komunist sovjetik dhe mirë bëri. Enveri ka shërbyer në mënyrë perfekte permanente CIA-s amerikane. Dhe këtë fakt e përcetojnë ekzistenca dhe puna e shumë zbuluesve shqiptarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Eliminimi i kundërshtarëve të mundshëm politik në Shqipëri gjatë kohës së Enver Hoxhës. Pra, unë nuk e besoj që ka penguar CIA, unë besoj që ka ndihmuar CIA Enver Hoxhën për të ndënjur pushtet. Sepse faktet të tregojnë. Megjithatë, avokat, për ta mbyllur këtë çështje, vim tek ajo që 90 ditë po ecën